fjalët e tij të fundit që dëgjuat prej tij. Sahabët po I thojnë, kështu e dëgjuan duke thënë një herë, lejtaha kanat ba'ida, sikur të ishte e lartë. I ka ra të thirë të shkëndedhur, ka thonë, lejtaha kanat jadida, sikur të ishte e re. Është prap I ka ra të thirë dhe është kthyer, është këndedhur dhe ka thonë, sikur të ishte e plot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, në prezencë të tij sahabët se kishin probleme e zgjidhjes së asnjë enigme, asnjë problematike, s'kishin problem që ta zgjidhen, sepse ishte qetësi të gjitha problemeve të tyre dhe të njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Po, në qoftë se dojmë të referohemi qetësave të tij, që qetësat e tij nuk qenin dyert vetëm të atyre njerëzve që kanë pas probleme në kohën e tij, por qetësat e tij do qenin në rrugën edhe dyert e të gjithë njerëzve deri në ditën e Kiametit, nëse njerëzit dojnë me kërkuar ndihmë në qetësat e tij, në porositë e tij, në udhëzimet e tij. Thot po ai njeriu ka thënë fjalën e mbaja. Thot ka thënë lejtaha kanat ba'ida, sikur të ishte e largët, ose transmetimi tjetër, sikur të ishin të shumtë. Sepse ky njeri thot, njëherë kur ka dalë me e falë namazin, thuhet se ka qenë në namaz të xhumas, e ka pa në rrugë një njeri që është I hendikepuar, s'ka mund të ecë, por lakmia e tij ka qenë prezente që të prezantojë në namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka kërkuar ndihmën e tij dhe ka thonë duhet që të shkoj që të falna bashkë me pejgamberin alaihi salam. E ka marrë dhe e ka çuar atë. Thot I ka ofruar me leku I vdekjes dhe ja kanë ofruar me lajke pamjen e shpërblimit të tij që do ta ketë për shkak të ndihmesës që I ka bërë këtij njeriu, që s'ka mujt të ecë, që të shkojë të prezantojë te pejgamberi alaihi salam në namazin e tij. Thot ky është pallati që meriton për atë ndihmesë që e ke bërë. Edhe ky njeri tash po thot sikur të ishte xhamia më larg. Çfarë shpërblimi unë do të meritoja për këtë? Ky njeri po shesh shpërblimin e ndihmesës së tij që ka bërë një ecje bashkë me një njeri të hendikepuar, të paralizuar, dhe xhamia ka qenë afër, po thot sikur të kishte qenë më larg, çfarë shpërblimi do të meritoja te Allahu? Kjo është para thot pejgamberi alaihi salam. Të dytën po thot ai, ka thonë lejtaha kanat jadida. Ky njeri thot njëherë duke dalë nga shtëpia për të prezantuar në namazin e sabatit. Thot rrugës po gjen një njeri që është I gjor I varfër dhe s'ka me çfarë të mbuloj trupin nga të ftohtit e madh që kishte goditur në atë kohë. Dhe ky njeri kishte dy rroba me vete. Njërin e kishte më të re, tjetrën më të vjetër. Kishte marrë rrobën e tij të vjetër dhe kishte mbuluar trupin e tij. I gjori nuk zgjedhë të rena apo të vjetrën. I gjori zgjedhë ato që mbulonte trupin e tij. Si interesonte moda atij njeriu, atij interesonte që të mbulonte trupin dhe të në një farforme të ngrohej për atë ftohje që ishte duke përjetuar. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtij njeriu ju ka ofruar vendi I tij në xhenet, shtëpia që Zoti ka ndërtuar enkas për këtë vepër të mirë. Dhe po thot sikur t'ja jepsha të re, sikur të kishte qenë e reja rroba ime që do t'ja jepja, çfarë do të ishte shpërblimi im, nëse do të kisha zgjedhur të re dhe do t'ja kisha dhënë të re. Dhe së treti, po thot ka thonë lejtaha kanat kamila, sikur të ishte e plot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri thot njëherë kthehet I uritur tek bashkëshortja e vet në shtëpinë e tij. Dhe e vetë se çfarë kemi për të ngrënë. Bashkëshortja e tij thot kemi një rrëgif. Një rrëgif të arabët është një copë buke, por sot buke jone që përdorim, sepse është paraforsisht sot gjysa ose edhe më pak e bukëve tona që përdorim në përfunat tona. Thot ata kemi para sofës dhe s'kemi asgjë tjetër. Ky sahabi të dashur me e fillua ushqimin, po troket dikush në derën e tij. Dhe po shet që është një njeriu I uritur, një lëps që po kërkon bukë, jo diçka tjetër. E ndan gjysmën e saj dhe po a jep atij. Po thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, këtij njeriu Zoti ja mundsoi që ta sheh vendin e tij në xhenet, për shkak se kishte parë vendin e tij se çfarë Zoti ka përgatitur për gjysmë buke që ka marrë për t'ia dhënë, për t'ia shuar urinat I njeriu të uritur.
Ky njeri, kur po shë vendin e tij çka Zoti ka përgatitur, po thotë, sikur të ishte e plotë. Sikur të jepsha të plotë. Sepse sigurisht se shpërbimi për të plotën, sigurisht se nëse asgjë do të leja para vete, sigurisht se kjo kishte na ndihmuar që me pas një pallak më të mirë, me pas një shpërbim më të mirë. Prandaj kapnia e këtij është që të ketë edhe t'ja ketë dhënë të plotë. Ky sahabi të nderuar vëllezër, i kishte 3 fjalë, 3 kode, 3 enigma, 3 shpresa para se të ndronte jetë. I tha 3 fjalë, pasi që Allahu ja mësoi që të vendin e tij, që të shpërblimin e tij për veprat e tij që kishte vepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam komentoi fjalët që ai i tha. I komentoi fjalët ai që tha sepse dashti me na tregua që njeriu që bën një vepër të mirë, qoftë sa grimca atomit, të me ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ai njeriu që bën një vepër të mirë, qoftë edhe sa grimca atomit do ta shehë, do ta gjejë atë. Po edhe një njeri që bën një vepër të ligë, të keqe, qoftë sa grimca atomit do ta shehë atë, në qoftë se Allahu nuk ja ka shtyrë atë, në qoftë se Allahu nuk ja ka falur atë. Të nderuar vëllezër, Allahu xhaleshanu në shumë të jetë kuranore që i theksuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma ka lajmëruar që shpërblimin e veprave tuaja të mira e keni dhe keni të garantuar, por problemi është hyjni se sa mund ta bindim me vetën tonë për veprat që jemi duke i kryer. Problemi më i madh që thotë njëri prej dietarëve islam është njerëzit kur kryejnë punën e tyre kanë qef që shpërblimin ta shohin para syve. Do më thonë, unë e fali namazin dhe kom qef që si të fali namazin me pa të vizatume dhe të ndërtume shtëpinë që Zoti ma ka ndërtuar në xhenet. Në qovë se kështu kësisoj nuk e shoh, atëherë kom probleme me bind me vetën se duhet të jenë për atyre që fali namazin. Në qovë se duhe me dhonë zekatin, duhe me dinë se cilat janë shpërblimet dhe duhe me i pa me sytë e mi. Pse kemi këtë problem? Sepse ende se kemi në bindjen e plot dhe të kompletuar, se shpërblimet e Zotit të cilat nuk po i shohim me sytë tonë, të tilla janë të garantuara, edhe pse nuk po i shohim të tilla do t'i përjetojmë nëse jemi prej atyre që bojnë vepra të varit dhe bojnë vepra të mira. Prandaj e kemi këtë telash dhe këtë problem. Ne kemi nevojë që të luftojmë për motive, se cilat janë motivet që na shtyjnë ne të bëjmë vepra të mira. Por motivet më të mira i gjejmë duke shikuar kënaqësinë në këtë botë kur bëjmë vepra të varit. Kur bëjmë vepra të varit e ndjejmë kënaqësinë e veprave të tilla të nderuar vëllezër, në zemrën tonë secili ka mendje. Dhe kjo dietarët thonë, e kanë thonë një fjalë shumë të çubueshme. Min thawab al-hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jazaa'i as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Nga shpërblimi i Zotit i Allahu xhaleshanu për veprën tonë të mirë është se më njëherë pas një vepre të mirë po e bën tjetër. Veprat tua janë një, janë 2 e 3, po janë të përcjellshme, janë të vazhdueshme. Nuk je një njeri që bën një të mirë muajt edhe thojë burrë mirë dhe zemrën e kam të mirë. Por nga shpërblimi të mirës, po thot Allahu, është ajo se të mirën Allahu ta mundson me përcjell me një tjetër të mirë. Dhe kjo është shenjë që çaja e mira paraprapit tu ka pranuar te Zoti. Argument tjetër tani. Në qoftë se të mirën po përcjell me të mirë, dije se kjo është shenjë që të mirën Zoti ta ka pranuar dhe dije që kjo është shenjë që e mira po të fal kënaqësi. Po dhe nga ndëshkimi i të keqës është se e keqja sjell me një pasojë të keqe tjetër zakonisht. A njëri që del nga alkooli, del nga bari i natës i dehur, nuk duhet të prit nga ai që do të shkojë në namaz të natës i dehur. Por i tillë do të bëjë një vepër tjetër të ligë që ndoshta ja bën afër konsumimit të alkoolit. Prandaj të nderuar vëllezër, le të mundohemi që ta fitojmë tretmanin edhe statusin edhe shpërblimin ose atë titullin që Allah ka thënë innal abrara lafi na'im. Ata që janë vazhdimisht punë mirë dhe bëjnë vepra të mira, të tillët kanë jetë të kënaqshme vazhdimisht. Të tillët kanë jetë të kënaqshme. Të tillët e shijojnë një pjesë të shpërblimit të ahiretit në këtë botë. Sepse nëse shijon një pjesë të shpërblimit në këtë botë, kjo është një mundësime që ti të vazhdosh punë të varit dhe punë të mira. Nëse Allahu na mundson
që ne të bëjmë një të mirë dhe këtë të mirë ta përcjellim në një të mirë tjetër, atëherë ta dimë se Allahu neve është duke na dashur të mirën, sepse s'po don me na lënë që dalim nga kanali i punëve të mira. E në qoftë se Zoti na ruaj, pas një të keqe po vjen një keqe tjetër. Ta dimë se kjo është shenjë e keqe për neve. Dhe kjo është shenjë që jo që Zoti nuk po të don, por është shenjë që ti pa kujdesin tonë edhe ti mëkatin tonë jetë të mësuar që ta bësh pjesë të karakterit tonë. Prandaj të nderuar vëllezër, elusëm Allahun që të shanu që na bëj prej atyre që të mira tona i përcjellin me të mira. Na bëj prej atyre që eventualisht nëse kemi bërë ndonjë vepër të ligë të keqe. Të jemi prej atyre që i bien vetë mas, të jemi prej atyre që e rikthejmë pak memorën edhe në mbrëmjen e çasoj ditë themi ndaj se këtë punë nesër do ta përsëris. Ta përmirësojmë rrugtimin tonë të gabuar, të rikthehemi nga rrugtimi i gabuar. Sa më herët që të rikthehesh, je më afër stacionit ku je nis për rrugë gabuar. Sa më vonë u kthye me ecën gabuar, merr kohë më të gjatë u kthye te stacioni për të filluar rrugën e drejtë. Prandaj lutem Allahun që të shënojë që të jemi prej atyre që e shijojmë kënaqësinë e veprave të mira në këtë botë, dhe të na bëjë prej atyre që Allah që të shënojë na mundsoj të shijojmë kënaqësinë e këtyre veprave në këtë botë para se të shkojmë para tij në botën tjetër. E lutem Zotin që të shënojë që ashtu si na ka bashkuar në këtë vend të betuar, na bashkojë në xhenetin firdaus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu shpërblet të gjithëve, Allahu e nderoft. Na bënë Allahu për kohën që e këndon, Zotë ju shpërblet të gjithë, veçanërisht Hoxhën e nderuar, ata që kanë përcjellur disa ditë të tjera.